Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e paraqitur nga SPAK për nisjen e gjykimit ndaj ish-kryetares së Bashkisë Tropojës, Zyra Ismailaj, aktualisht ende në ushtrimin e detyrës si dhe ndërtuesit Rok Gega, të akuzuar për korrupsion pasiv dhe aktiv në lidhje me një procedurë të dyshuar tenderimi. Sipas informacioneve zyrtare, hetimet e prokurorisë së posaçme kanë zbuluar se Ismailaj ka tentuar të favorizojë ndërtimin e një ure në një zonë ku përfitues kryesor rezulton të ishin familjarët e saj. Kjo përpjekje sipas SPAK është kryer përmes një tenderi të hapur që në dukje synonte realizimin e një investimi publik, por që në fakt shërbente për interesa private. Në vijim të hetimeve, rezulton se kryetaria e Bashkisë Tropojë kishte planifikuar të angazhonte edhe teknikun e mirëmbajtjes së rrugëve, një punonjës i administratës lokale, me qëllim që ai të asistonte ndërtuesin e realizimit të punimeve pavarësisht se projekti nuk përmbushte kriteret dhe procedurat ligjore të tenderimit. Nga ana tjetër, ndërtuesi Rok Gega, i cili tashmë është gjithashtu i pandehur në këtë çështje, ka deklaruar para hetuesve se ndërtimi i urës nuk ishte pjesë e asnjë procedure tenderi, ndërsa ai kishte ndërmend ta kryente si dhuratë për kryetaren e bashkisë, çka për SPAK bën një akt tipik të korrupsionit aktiv. Prokuroria e posaçme më datë 29 shtator 2025 i ka paraqitur gjykatës së posaçme kërkesën zyrtare për dërgimin në gjyq të çështjes penale numër 15/2026, duke ngritur akuzat përkatëse për Rok Gegën, akuzën e korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga neni 244.2 e nenit penal, ndërsa për Zyra Ismailaj, akuzën e korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike në të njëjtin kohë. Gjatë seancës parapraket e datës 25 nëntor 2025, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtarja Irena Gjoka ka shqyrtuar pretendimet e palëve dhe ka vendosur të pranojë kërkesën e SPAK, duke urdhëruar dërgimin për gjykim të çështjes në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Por një trup gjykuese tjetër, vendimi i regjistruar përcakton se falsifikimi i gjykimit do të përfshijë të gjitha aktet e hetimit paraprak të përmbledhura në një volum të vetëm, përveç deklarimeve të personave që janë marrë në pyetje vetëm si dëshmitar me dieni të përgjithshme për ngjarjen. Ky vendim është i formës së prerë, pasi ligjërisht nuk lejohet ankimimi ndaj tij, duke i hapur rrugë vazhdimit të procesit gjyqësor në fazën e shqyrtimit të provave dhe argumentave të detajuar.